Mungesa e investimeve për një kohë të gjatë në rrjetin kryesor të energjisë elektrike për fshatrat Belov, Zagrat, Cerjan dhe Raptisht rrezikon të lërë pa rrymë. Shtyllat e tensionit të mesëm janë gati në shembje të plot, pasi pjesa e betonit ka rënë thuajse e gjitha. Aktualisht ata qëndrojnë në këmbë vetëm nga fijet e hekurit, ndërsa banorët deklarojnë se rrezikojnë të mbeten pa energji nëse nuk ndërhyhet shpejt. Sipas banorëve, ky është një rrjet elektrik i ndërtuar që me elektrifikimin e vendit të bërë dekada më parë nga regjimi i asaj kohe. Banorët shpresojnë që OSHE të ndërhyjë sa më parë dhe të mos lejojë që këto fshatra të mos mbeten pa energji, sidomos në këtë periudhë ku ka vizitorë të shumtë. Kemi me energjinë elektrike zakonisht kur bie shi, kur ka erë gjëna kështu, po. Po që kohën e verdhjen, pa lëviz fare. Veçëm fshatra që i kanë ndryshu brenda fshatra me ta telateri kablat. Ajo vendos kur kanë ardhur dritat e parë në fshatin Belov, kooperativa tipit nal që ka qenë më e mira, më e pastra. Atje kemi vu me krah. Transporti është transportu me qiell. I kemi transportu deri ke gropa. Ke gropa ja vendos me litar ato. Ajo ka rezistu. Asaj ka ardhur koha për të rinovu. Jo si kur rinovohen partit çdo 6 muaj ose 6 ditë, ndërsa ata u ka ardhur koha për të rinovu. Sot 2026. Dhe me thoni bie 70 vjet. Mungesa e investimeve në rrjetin përcjell vazhdimisht dhe krijon probleme me furnizimin me energji elektrike në shumë fshatra të Diprës.